Kritikat për koalicionin Vlen kanë vazhduar edhe sot nga partia opozitare shqiptare BDI, të cilët deklarojnë se shprehin shqetësim të thellë për avancimet e fundit në Ministrinë e Arsimit, ku siç e theksojnë ata, 7 persona janë ngritur në pozita të larta, 5 prej tyre si këshilltar shtetëror, të gjithë të përkatësisë maqedonase dhe asnjë shqiptar, duke dëshmuar, shtojnë integristët, një prirje të qartë për përjashtim etnik nga struktura vendimmarrëse. Kjo komunikat nuk ka për qëllim ta kritikojë Ministrinë e Arsimit, por të informojë publikisht zëvendës ministrin shqiptar nga koalicioni LEN, i cili sipas informacioneve tona as që është njoftuar për këto vendime, aq më pak të ketë pasur ndikim për t'i parandaluar ato. Fakti që një përfaqësues shqiptar mbahet në errësirë dhe pa rol në një nga dikasteret më të rëndësishme të shtetit, është tregues i qartë se pjesëmarrja shqiptare në qeverisje po reduktohet në një fasadë formale. Nga partia Ahmetit pyesin se çfarë kuptimi ka pjesëmarrja shqiptare në qeverisje, kur siç thonë, përfaqësuesit e saj as nuk informohen e as nuk dëgjohen. Ndërkaq, ata vlerësojnë se ky zhvillim nuk është as rastësor e as i papritur, por pjesë e logjikës së shpallur përmes fushatës Maqedonia sërish e juaja dhe anulimit të balancuesit që garantonte barazinë ndëretnike, një filozofi sipas BDI-s që tashmë po zbatohet përmes përjashtimit të heshtur të shqiptarëve nga pozita strategjike në administratë.